peshkatarët, ato kanë shumë vështirësi. Disa prej tyre kanë shitur shtëpi, kanë blerë anijet e peshkimit, kështu që me ato jetojnë, kanë jetikë këtë punë. Po dalësh i xhiro sot në peshkim ka një pjesë të madhe të anijeve që janë pa punë. Këto anije janë dhe pak të amortizuar, janë dhe pak vjetra, konsumojnë shumë. Nafta është drejt për drejt që është kosto, është shumë më shumë. Janë diku gati 40-30 vjeçare. Janë shumë pak që janë të rinovuar sot, janë rreth 5-6% e flotës që janë anije të reja. Sot janë personel flote peshkimi, janë 90% punëtorë të huaj që kryesisht janë gjithë egjiptianë pothuajse. Dhe kjo duket qartë që ka munguar me kohë forca punëtore. Një egjiptian që po themi ka një eksperiencë 5-6 vjet këtu në peshkim, nuk i din akoma problematikat e paktën terrenit detar siç janë, ato janë mësuar që thjesht dalin det, peshkojnë e kthehen, nuk është se eksplorojnë zona të reja. Është një shkollë teknologjike këtu, po bon gjithë ato vjet që nuk ka një nxënës ke këto anijet e peshkimit, kështu që nuk është se nuk duan, nuk kanë interes. S'ka interes sepse ky sektor nuk është një sektor që është për mbijetesë. Këtu mungojnë biologët, këtu mungojnë institucionet laboratore, ose institucionet që merren me studimin e gjithë florës së faunës paktën detare. Me fjalë, ka shumë problematika që duhet zgjidhen. Presim këto ditë që të na vizitojë edhe ministri, e presim. Aty pastaj do të shpalosim gjithë problematika që ka peshkimi, me shpresën që kemi një rrugë zgjidhje, një rrugë dalje për këtë sektor. Para 2 vjetësh ndroi shteti me subvencion për 40 lekë për litër për naftën, ajo funksionoi, është vetëm një skemë që funksionoi. Shpresojmë t'ia kërkojmë dhe ministrit për këtë radhë, për sa kohë që do jetë ky çmimi i naftës, ne na intereson që ky biznes mos mbyllet, sepse janë shumë njësër biznese tjera që varen nga peshkimi, kështu që shpresojmë t'ia kërkojmë këtë dhe të na realizohet.